Mirë se ardhët edhe njëherë, knasi që ju kam. Mirë mrama, knasi e veçan që ju kam. E bukura vlerë. E bukura Dafin. Edhe e lamana është Bledin. Mirë se ardhët. Është mashkull, është ma. Mirë se gjetën fandeshëm. Është knasi e veçantë. Si ju ka gjetur kjo verë, Dafin? Me ty? Mirë, me angazhimet shumëta, me projekte, me dasma, me kretë këto që ka i bujmë. Halakama. Po. Bledi, për ty kur do të ketë pushim? Pushim edhe pak, tash është halo sezona e dasmave, hengjev nejo, ndryshme. Nashta edhe një javë, 2 javë ashtu edhe tani filloj me pushim. Na shpresojmë me qenë të lumtun edhe me pasa hengje e dasma gjithmonë, por që nga njerë edhe lodhemi pak. A e lodhur pak nga stresi, puna? Smujmë pa to. Jo, smujmë, tamam puna. Është pak lodhin, është pak stres, po ma shumë është knatësi. Ku shkon për shembull një ahengj familjar, shkon edhe e sheh këtë atë atmosferat, gëzim, vinë këtë prej jashtit, bëhen bashkë. Po, s'ka ma mirë se me praktiku punën që e dënë, definitivisht. Edhe definitivisht vera është e shqiptarve. Këtë të burë me mbledhemi bashkë edhe e bojnë ma të mirën. O, krejtë stint janë shqiptarve, se na jem vetë të hareshëm, të zushëm. Apo vazhdojnë me mbajt gjallë atmosferën shqiptarët, traditën, Dafina? Gjithmonë. Se na ka njerë kur diskutojmë kështu, thuhet se dikush nuk është i praktiku ma shumë janë diaspora që e majtë. Unë udhëtaj shumë në përvenet të ndryshme, po nuk ka ven më të mirë se të na, për shembull, edhe nuk ka njerëz më të hareshëm se na. Na edhe nëse i kena, që shme thonë, problemet e botës, na kena me dalë, kena me kesh, kena me dalë me pi diçka, kështu që nuk është krejt venet, kështu. Sigurisht jep edhe ty disponim vullnet për me punu edhe kur ishe njerëzit kështu të hareshëm. Nuk e dja është veç verës a edhe dimnit, Bledi? Gjithmonë, për që ta po thëmë. Gjithë, na shqiptarët jem Na të jem të mirë, definitivisht. Ska popull ma të mirë. A i keni të ndame rajonet, apo janë disa vende ku ju jeni më të pranishëm? Për shambull, po e pys njerë Dafinën, pas të edhe Bledin? Jo, na nuk i kemi të ndame vendet. Jam në për krejt Kosovën. Gjithandej, do më thonë, ka qyptar. Ku ja ka nane? Të regona drejt, ma shumë. Kush është ma i hareshëm? Po në Drenicës jam A Drenicës? A vlet edhe të një Drenicë? Unë i Dugaxhinit. Po nejse të edhe një Drenicë, kombinim. Jo, ka çdo vend ka atmosferë. Po më nej, ka në i vend shumë rallë që ka ma pak atmosfera, ama na përgjithësi jemi ashtu atmosferik. Përveç këtyre ahengjeve dhe dasma që po i përmendi, me qënë se jemi në sezonin e verës, ju keni edhe bashkëpunoni shumë si artist. Si është të bashkëpunosh me Bledin, Dafin? Bledi është... Ta shbone keni edhe duetin që do të flasim më pak, por bashkëpunimet kove të fundit me Bledi përveç kongës është një djali edukum, i kulturum, edhe nuk është vështirë me punu me ta, po që një probleme kemi pas, se unë mu më thejke pse ke vesh tikla se shumë e gatë. Edhe i këta një unë po jesë i vogël që... Edhe unë e kam njëti problem shpesh, po që ka me bo. Edhe te ki, do më Kjo thonë, madhështore, krejt e pas. kjo është madhështore. Po ashtu edhe ty. Një kështu që kalojmë shumë mirë. E di, keni përfunduar gjërimet brenda një dite. Si ka qenë? Ka qenë e lotshme kjo, a pse ndodhi për një ditë? Pse Blinde, si duket i ka pas fajet, nuk ka mujtë më konë shumë kohë këto, edhe u dashtë me bo mrena ditës, po unë gjithmonë thamë, kur s'përgadit na gjithmonë mas mirim bo të dalë. Bledin e kemi si gjysëm diaspor, si Kosovë, si përzim, dhe më thonë, edhe në Gjermani, mes Gjermanisë dhe Kosovës. Bledi, si është ndjenja kur vjen Kosovë, e pas taj flasim edhe si është të punosh me Dafinën? Ndjenja normale, shumë e mirë, me gjithë se unë e utoj shumë shpesh. Vjen shumë shpesh. Jam edhe këtu edhe atje. Nashta, në aspektin e muzikës dalën pak, po kështu për mu personalisht është e njëjtë. E njëjtë. Qëfar dalimi ka muzika me qënë të në aspektin e muzikës? Për shembull, se atmosferë bojnë sikur këtu, sikur atje, e diskutohet, po për shembull, kur je atje, nashta edhe pak molli për atë dhe një falaksie, janë matë përmallshëm. Për shembull, kur e na i kongë që i kushtohet Kosovës, ose na i kongë patriotike, kështu, e shoh që e përjetojnë shumë me emocion se këtu.
Edhe këtu, normal. Po atje në është ta distanca që janë larë Kosovës e kështu, e shoh se janë shumë atë emocionum. Për ndryshe janë shumë të mirë. Shumë të mirë. Davina, e ke vënë re këtë dallim ti kur këndon jashtë? Po, është e vërtet se ata nuk janë krejt kohën këtu edhe është shumë normale, është kur kënën që po thot kjo patriotike, ata janë plot emocion, plot dashni për venin. Me që se jemi të diaspora pak, se në çdo intervist me krejt çka kanë ardhur kemi diskutu për diasporën, sepse shumica e tyre dhe kanë qenë diaspor. A keni familjar në diaspor, Dafina? Edhe sa ke pas mundësi me u taku me ta në këtë sezon ka shëngjeshun? Në Vlera unë i kam 4 vllazën, të 4 i kam në Gjermani. Kam 1 motër në Gjermani, 1 motër në Suedi, kështu që veç 1 motër e kam këta. Edhe unë dashta pa tjetër e kam më shku shumë ma shpesh. Pra ta thash udhtoj edhe shpesh edhe kohën kur unës nuk kam angazhime, jam shumicën e kohës atje. Dhe po mënoj nashta që hala është ajo, shme thonë, ajo ndjenja e mirë sepse mu më presin me gjithë shka, do më thonë me kitë të mira të më presin. Veç ajo që shkon? Veç kur më thojnë që hajde jeto këto, atos nuk muna me përbalu me nejt atje. Ka ndodhë, do më thonë, koha ma e gate jemja që kom nejt atje, u kohën 2 muj, po veç nuk ke mujt. Kështë të lujtë, se unë nuk jom mësu atje, që edhe Bledi për shembull pecik që udhton shpesh, se unë mënoj që... Sigurisht nuk mundet me u bo 5-6 muj pa orë, po, Bledi? është pak problem. Pak edhe projektet, muzika, ma imponën, po pavarësisht kësaj, normal. I qetë pun veti për me ardhë këto. Normal. Bledi, edhe ju, thuaj se 80-90% e familjes tuaj jeton jashtë. Sa keni mundësi me umbledh këto kur veni? Nëse bobi këta familjarë që janë normal që rrinë gjithmonë bashkë, po unë për shkak të projekte, për shkak të angazhimeve që i kam, normal që nuk e kam edhe kohën shumë dispozicion për ta, po sot është mundësia, rrim gjithmonë bashkë. Po, e kisha fjallën më shumë edhe për familjen e Gjan, për shambull, sepse të ngushtit është, po, dhja që i shohim, po na merr mallin nga njerë edhe për rrethin e Gjan. Po, mënej që na... Mundohna. A mundohesh, po. Vlera, na i kemi se cili tash punë të veta dhe është pak problem me u bo bashkë. E di, pra ndaj që është problem tash a din mos qefi. Po shkoj në Gjermani sepse nuk munën asnjëherë vllazit e mi vinë nashta çdo 3 muaj ose se udhtojnë shumë shpesh. Po, me u bo bashkë krejt marë për njëherë, asnjëherë nuk ka ndodhë. Asnjë dasëm si u ka bo bashkë? Nuk kena pas dasma se i kena marë nuset pa dasma. Pse ndrenit pa dasma? Ma pak shpenzim. Jo, po ashtu janë martu. S'kam pas qef, dasma. Okej, flasim për projektin e fundit. Bledi, keni bërë një duet veror bashkë me Dafinën. Më mbete bërsh për të më tregu se si është të bashkëpunosh me Dafinën, me qënë se mendimin e Dafinës e morëm, edhe pastaj flasim edhe për është hera por që kam bashkëpunu me Dafinën dhe falenderoj shumë. Qa me thonë, ka shku, me të vërtetë nuk pas shumë pa kohë, e kemi bo për një ditë, po qaq ka shku projekti letë, qaq mirë, me gjithë se u kona e ditë në ekstrem nxehtë, edhe kur ja kemi njësë, ku më thonë që në këtë temperaturë, hajre, sholla shkon mirë. Po, puna asoj shumë profesionale, shumë me letë, shumë pozitive, shumë gjithë shka ka shku. Kur se kem përserit të njëjtën pjesë 2 herë, gjithë shka ka shku perfekt. Shumë e letë me punu me Dafinën. është këngë për diasporën, Shaci hajde ma? Shaci hajde ma. Bash, taman për gurbeqar, ta që vine. Taman për këta Gjermanisë. Bash. Për ti. A për të razin alo. Pak për Gjermanisë, pak për t'Italisë. Një t'Italisë të mja gjithë një amën tjetër. Jo, i knohet, Shaci hajde ma, është... Hajde frenin të Leje Italinë, hajde në Prishtinë. Hajde të nare frenin. Edhe Italinë e kemi ko pak, po. Okej, a mund është... Italinë, hajde në Prishtinë. Shaci hajde ma, shumë prita valla, Gjermanin t'i leje, djallin Kosovë gjejen. O jamore, mi jamore, zemrën ti ma more,
leje Italin, hajde në Prishtinë. Basket break. Do me thonë, shatë si mundemi mi thonë Gjermanis, amoret Italis, Bravo. Honey të Anglizës Amerikës, kongën tjetër. Si u prit konga, si ka shku videoklipi, se e di që keni bo dhe me videoklip? Mirë shumë, mu videoklipi më ka pëlqy kërë e kom po është tira e por që as se kom thonë që duhet mu ndru që kjo, dhe më thonë se unë e kom qef vlera veç me dalë, unë Dafina që janë. S'kom qef as ma mirë, as ma keq. Unë e dalë jashtë zakonisht keq në për krejt klipet edhe në për televizione nuk dalë une. Unë gjithmonë e lipi ato që me dalë une Dafina, qysh më sheh dikush kështu. Shtu që shpesh herë më ka ndodhë edhe kur më takojnë në rrugë, thojnë Dafina, po, shumë ma mirë, po do kështu, i thëmë, është ma mirë apet, shtu se sa mu dukë në televizion ose në për televizion dukëm shumë të mdhaja, kur në shojnë live, thojnë, u sa e dopt ko kemër e ti. Shtu që dikush duket ma bukur në është ma fotogen, dikush jo. Shtu që unë s'jam shumë fotogen. Bledi, ke marrë shumë komente për këtë bashkëpunim me Dafinën. Si i ke prit këto komente? Shumë mirë, perfekt. Këtë komentet ju në konë shumë të mira, shumë pozitive, shumë edhe për një me adi kur të komentojnë që shto, të bëjnë motive dhe me jetës për para, dhe me vazhdu për para. I falenderoj këtë. Edhe kur të komentojnë keq më stanin, sa dush me vazhdu prapë. Andodh? Ndodh shumë shpesh. Ndodh ka njëherë tash, jo krejtve. Dafin për ty për di, po të është e fezbledi se për ty e di që i mune. Unë shpesh e thamë edhe ndosë ma kërëm, nuk pres me ju pelqy 300 vetëve. Kur ju pelqej, shumicës jam në regull. Në regull është, po. Perfekt. Asa kërkush nuk i pëlqejmë krejt masës, po gjithkush është ja relative. Dikuj i pëlqen vlera, dikuj Dafina, dikuj... E vërtet, absolutisht. A i lexon shpesh komentet negative? Me që se edhe në media, emisione... Në për kongë, kështu jo, as në për intervistas himi lexu korse di që ka mundet me pas, sepse na që të nejt jemi edhe veshtojmë hajtja prishim ditën. Qështë e kete i kalu këtë sfit, sepse sigurisht dikur të ka interesu edhe je prek, e tani veç... Në fillimet e mija, normal që jam prek, se thysha se po komenton kë pa ditë kur gjo edhe veç po full pa kur farë informacioni. Sepse të kish pas informacion, normal, qështë do që të komenton s'ka problem. Ama dikur, kur janë njësa dhe po mënej me vazhdu këtë profesion, thash ose s'dush mi lexu komentet, ose dush mu dëshpru çdo ditë. Çdo ditë me ta prish ditën. Kështu që në për rrjetet sociale, se unë e postaj shumë pak, kur i shoh komentet, ndaj koment që kam zakonisht kur unë qes diçka për shembull në lidhje me ushtrin tonë. Masanej aty tane janë do që komentojnë lidhje e pa lidhje, kështu që nuk më bojnë për shtypje. Mo nuk ma prishin ditën. Dhe ma kam prish kur ma kam prish. Po, ka kalu ajo ko. Ajo që kam karon në sy, Dafin, për ty personalisht si artiste, është se nuk keni larguar shumë botën jetën private nga jeta artistike një farë forme. Kur them jeta private janë dy vajzat e tua, të cilat nuk janë të ekspozuara. Si ke arritur ta bësh këtë? Une në çdo intervist, une i kam përmend, kështu që... Me i përmend është tjetër gjo e tjetër është me i publiku. Për ato do është ta me vazhdu. Nuk kam qef me i publiku, sepse qika e Elizabeta nuk ka qef më konë ftyrë publike. Nuk e dënë. Nuk e dënë kamerën, nuk e dënë aparatin, nuk dënë më konë ftyrë publike. Unë edhe mramjen e maturës, kër e ka pas, kër e kom qitë në storja në Instagram, më ka thonë pse e ke qitë se mos dikush përshkruan. Se nuk ka qef. E vogla, po. Pak ma ndryshe. Po, e vogla është komplet
ka harti. Vish nëse ndrën diçka ma vonë, se ajo tash, kur u nisa për intervista, ku po shkën tash në intervistë, ta mune kër e kom pa një tetën që ta bën intervistën, tash nuk pe di për kanë e kish fjallën, ta më ka thonë merë dhe hajde dhe ti me mamin. Dhe me merëm edhe mu. është dasht me marë Unë e sot, veç rriq Dapina. aty, tha, veç të sha. është dasht sigurisht me marë sot, ndoshta ish... Ajo ka qef shumë, për ato e di që ka mu bo sigurisht këngëtare. E ka edhe zonin, a? Po. Do me thonë pas ka talent Ka për zonin muzikën. Një balans i jashtëzakonshëm, duke pasur parasysh sa angazhume je mbrëmjeve, televizioneve, duke udhëtuar, vërtet është për t'u lakmuar, edhe nëse kena i laqë ose na i qelës kështu të suksesit, vish të regona. Jo, veç unë e menaj që një dush mu konë Spontane, një e fakt. spontane, e sinqert. Unë nuk mu i me kom fals, se karakteri jam nuk ma lejan, shtu që qka do që kom ri, unë e kom ri me punë dhe sinceritet. Me vullnetin që e kom pas, bitë gjitha që i kom pas edhe 2 qikat edhe vetë non, vetë bab, krejt, po unë ja kom dalë, sepse e kom pas vullnetin, jom kone sinqert dhe jam e sinqert deri në vdekje, sepse nuk muj më kone ndryshe, nashta pak kom me të mrapa prej asajna që sa jam e sinqert, ama unë jam kjo. Po, mas mirë të është në qenë me vetja, po. Bledi, në anën tjetër ju e keni përfunduar edhe aktrimin realisht, por edhe muzikën. Sa ke pasur mundësi që t'jesh nga pjesa teatrale ose filmike? Aktrimin e du shumë. Apo e ke lënë anash? Po, faktikisht, kove të fundit e kom lënë gogja unash. Jo që nuk e du, se e du shumë, edhe mungon shumë, po për shkak se jam tash edhe në Gjermani edhe në Kosovë, tash edhe muzika pak ma shumë, jam i fokusum për shkak projekte, por nuk do të thot që e lënë gjithmonë anash. Kemi pa rastit që të shojmë në teatro, në seriale? Menoj që shumë shpejt ka më mundu të pakten me është ka mungon edhe ato drasa që në konë pak si Teatrit, po mungojnë. Po besoj që shumë shpejt ka mu ky që dhe anej pak. U adaptove let me jetën në Gjermani? Dhe i dikon. Pse dhe i dikon? Dhe i dikon. Nuk e di, nashta për shkak, ati është diçka nashta me mirë, nashta kësha me thonë fatkeci, se shumë shqiptarën atje në ekstrem shumë, edhe vazhdimisht janë të shku shumë. Edhe atje po mojnë shumë neja, shumë bromje, ka shumë aktivitete, për shemull tash është 28 nëntori, kem shumë ftesa. Ka aktivitete shumë mundohen me rujta traditën tonë, po unë personalisht mu më lidhë Kosova si me studion këtu, me familjen, me krejt. Edhe unë jam vetë në Gjermani, kështu që familjen e kam këtu. Nështë me pas edhe familjen atje shkon pak ma ndryshe, po këtu krejt, i kam krejt, gjithë shka shëshnia rejtë, gjithë shka më lidhë me këtu. Unë menaj që krejt shqiptarë që shkojnë, asnjë nuk është që ka mujtë, do më thonë shumë pak ka prej atyne që janë adaptu vlerë. Edhe që do rrinë në qefë, po. Unë sot vllaun e kam që 37 vjetë, i banë që i ka bo në fakt, që është në Gjermani, halo thotë, unë e kom vetë qushje adaptu, se kom thonë unë nuk po muj, dhe s'kisha mujt asnjë herë. Thotë, am ke vetë aje adaptu, sepse unë nuk kërës që më adaptu këto, edhe për shata u thënë edhe shumë shpesh. Ndoshta fëmijët nëse lindë dhe rritesh atje mund të adaptohen. Janë lindë, janë rritë, fëmija e ti, do më thonë, prap vinë në Kosovë. Bledi, ne kemi edhe shoqëri të përbashkët. Fati, edhe, do më thonë, të regojnë për gjitha të arriturat, për kushtimin të ndaj punës, dëshirës për me qenë Kosovë, dëshirës ndoshta për me punu fort, por kisha pas qef nga gjitha këto të mira, me na ndo të mirat edhe të këqijat e këti veni që ty nuk të pëlqenë edhe me qenë shumë real. E din nga shoqëria përbashkët që jeni shumë realist kështu, pra ndaj edhe kisha pas qef me sinceritet me ma këtë përgjigje. Qka nuk të pëlqenë, spari, e pas taj e zbusim me qka të pëlqenë. Qka nuk më pëlqenë? Në Kosovë.
Po të kallëzoj drejt, kisha pas qef shumë se njerëz më vedjesu pak ma shumë, bërlog mos me bosh. Kjo po më pengon shumë, a di kështu me njëherë seni parë që ma shes syni kur t'vi, janë bërlogu rrugëve, mbeturina qëto sene. A di mujna mujna mos me gjujt, mujna pak me pas dorim, koni shport me gjujt, që to mujna me e bon, na si popull. E këta ma nalt nuk po hinja ne se mos po shajnë e sen. Dështim total. Tani prekim drenicën. Respekt për krejt që kanë kontribu për këtë vend, po qëta shkove të funit që është të ndodhë, s'kisha pas qef me fund. E kuptoj, është shumë shqetësuese, jo vetëm mbeturirat, po ka edhe shumë gjana të tjera, por gjithçka është mirë me unis prej vetës, mos me hedhë që po thot Ne i kem harru shumë sene edhe kështu. Çka s'pëlqen ty dafinte na në vendin tonë, pavarësisht që jeton këtu, se po vjen keq që sa herë po i pyesim diasporën, çka s'pëlqen, po edhe na këtu kemi shumë gjana që s'na pëlqejnë. Mus po më pëlqen se historia po harrohet. Dhe në momentin që na e harrojmë historinë tonë, prej ka jemi ardhur dhe ku jemi, është problem me vazhdu tutje. Me vazhdu qësh duhet. E kjo më pengon shumë, edhe këto e thëmë publikisht edhe në rjetët e mia sociale edhe gjithkonë. Kjo është e meta jonë. Nuk s'po flasë për krejt, flasë për nështa... Disa, po. Që janë kundër historisë. E kuptoj. Kthehemi te muzika, se na shqiptarët ka dal-dala, e ke pa të bu muhabet, kalojnë politikë. Se të na prek. Jo, ajo s'është politika, ajo është diçka... është realiteti, është histori, po. Që u kone histori edhe është e shejtë e jona. E vërtet, pajtohem, Dafin, edhe unë këtë mendim e kom, po këtu në rolin e prezentuesës nuk po guxoj me anu kërka. Jo, s'kem qka me anu atë, na jem shqiptar. Kisha pas qef me të pytë për, e di që je shumë e hapur për bashkëpunime, a je të bo diqka tre, apo më e reja mbetet bashkëpunimi me Bledin? Ma e reja e kam përfundu klipin ma herët, është për... Po dalim prapë që aty, të historia. Të historia, po dalim, pse jo, po? është për krejt ata që janë hagë. Që janë të majtë pa drejtësisht atje. Edhe kam një kongë që e ka bo Avni Qaili qeshtë zakonshme. Për mua betet si konga ma e mirë. A do dalë para 16 shtatorit? Po besoj që duhet me dalë para 16 shtatorit. Se unë po menoj që me 16 shtator na veç duhet me festu, nuk kena kohë për kongë. Duhet me dalë edhe me festu kur të kthehen ata. Po, e vërtet. Shpresojmë që 16 shtatorit jetë ditë feste edhe ditë që do të ambajmë mend për mirë. Gjithmonë më shpresëm që do të kthehen. E jo për diçka që do të na trondiste dhe do të lënte gjurmë në historinë tonë për keq. Po, për keq. Thjesht do të fshihej historia pa qenë e vërtet me gënjeshtra. Bledi, gjithashtu edhe ju i keni përkushtuar këngë Dëshmorit, Leotrim Ahmetit, është këngë Ilahi, që i keni përkushtu këti dëshmori. E di që e ki më personale, e di që ndoshta nuk i qef me folë për shkak të familjes, por kisha pas qef me nda me neve ato emocionet të dëshmorve. Kjo është një Ilahi, realisht në këtone këm posë edhe si amanet për gjyshes, se gjyshes ja kanë vra vlanë. E di historinë e familjes Ahmetaj nga Rezala. Edhe gjallin e vllaut, Leotrimin, që tashmo njëhet botërisht historia atina, dhe më në shtatori ati është në Skënderaj, ku i madhe i vogël shkojnë e vizitojnë. E ajo gjithmonë, kur ja paten vra vlaun, dhe i ke vlaun po maknojnë, se është u konë komandanti Maljosh Ahmeti, dhe ke vlaun po maknojnë, po Leotrimin ma kanë lënë keq. I kum paston gjyshet të avon besën se... Një ditë do të bësh një... Këto kam edhe si pik dopt, edhe kur e kum gjatë kohës
sa kum inqezu, kum pas shumë emocione. Emocione, nuk e arrit me përfundu. Po, hala ma emocionu se u konë se në klip ka marrë pjesë bashkë Nana Shukri, Nana Lëshrinit. Një heroin, do doja që ta Ajo përshëndesim. është heroina vërtet. Ajo familje ka thonë shumë për këtë vend, po gjatë klipit qa që kone fort, qa që kone qetë, sa ajo qetësia asaj mu më ka emocionu hala ma shumë. Normal është emocioni veçantë kër i kënëni një angeli, se jo kër e ki edhe gjallë dajës. E kuptoj. Nana Dafina Shukri gjithashtu ke pasur, po e një personalisht. E ke edhe një dhurat vogël që e banë kam një dhurat për ato do shta me fol, e kam një dhurat, janë do të spi që mi ka punu ajo me dorë, edhe shkoj unë në Skenderaj edhe thot qërë këto, thot për ty i kam bu. Edhe i marrë unë i qesë në kërë, edhe tha, që të pi qeta, thash, po pësa s'po të pëlqen venja, jo, tha, që kjo është me e mira që e kom po unë, tha, që mundët më konë, tha, gjithmonë, tha, si të dilsh prej shtëpisë, tha, i ki me veti. Edhe tha, falemderit, shumë thash, falemderit ty. Ajo është heroin, ajo është nuk s'kam fjallë me përshkru si njeri, sepse me hup burin djallin e dim krejt që shukon historia atina, dhe me konë aq e meqme, aq plake, e mirë, e pastert, nuk, s'di me ta përshkru. Dhe i thamë në, o, zotë, thamë, qësh me ardhën vjetë, kur të vim vjetë tua, me ardhën dhe qështu si ti, thot, jo, thot, ishala ti vjen ma mirë, thëm, jo, unë s'kom pa njetë, do më thonë, ma gru, burnore, nuk përshkruhet me fjalla e njeri, do më thonë, s'mu je përshkruj me fjallë. Kur ajo, kur shkoj, unë shpesh shkoj të familje, i një krejt, edhe më presin qaq mirë, sa, zdi. Me ton ato plagë që i kanë në shpirt, dhe me qenë ashtë fort, unë e befasona me familje. Kalojmë pak tek fansat e Bledit, për ta qetësuar pak për fund, për ta relaksuar edhe bisedën. Bledi ke shumë fansa në përgjithësi në diaspor, por edhe këtu. Por fansin më të madhe ke Nipin, nëse nuk gaboj që po të përcjellë edhe mbrapa kamerave. Tiarin. Tiarin. Tiarin është fansi numër 1. I ke 2 nipa për të mos mbetur borç, gjithashtu edhe një mbes, së fundmi. Po, e vërtet. Po, është një ma. E ti kam kështu pikë do, po kjo është pak ma i veçantë, se... Unë nuk e di pse Tiarit po i vjen keq, hajde pak Tiar. është pak... Ha? Apo vjen pak? është mrapa kamerave, nuk e di pse nuk po vjen të agji. Tiar, hajde të agji këtu. është fansi më i madhi jote, ja? Fansi numër 1. Ku do që t'jam krejt klipet, krejt qka do që t'bojnë, kjo është mrapa kamera. Edhe unë motivon se këcena më të agji, bonja qëtu. Shtë që farë bukurosh. Kam. Tiara, është ma i mirë agji a babi? është në më Ka në zonë keqe. Dëtë. Nuk po dënë me folë. Bledi, qa do t'ke 3? Edhe babin e ka muzikant, profesor të muzikës. Profesor të muzikës. Për ndryshe, më duhet me falenderu se ajo është edhe si menagjeri jam, po edhe komplet kongë 90% po thuj se të kongëve të mija i banë vlau. është miri. Kurse tekstet i banë motra Blerina, skenaristja, jam e preferume. Po edhe njëri më du të mi përshëndet, se më ka ndimu shumë, edhe më ka dhonë hapësirë shumë, se artist i ri, kër kom fillu, është i pare që ma ka hapë derin, Shpetim Deskun, e përshëndes shumë. Po ashtu dhe televizion e Juve, nuk është hera parë që jam këtu. Faleminderit shumë, që je gjithmoni hapër për me ardhë. Shumë faleminderit. Gjithashtu jeni 2 vëllezër edhe një motër që kontriboni shumë në artin edhe kulturën e Kosovës, pra ndaj, dyert gjithmonë do t'jen të hapura, pse jo, kur kontriboni edhe e Tiarin e kam fansi numër 1, për ndryshe krejt kongë të mija kjo idin. Edhe në TikTok kom dëgju që ja ka njësë më boj famshëm? Në TikTok është Kingu. Okej. Sigurisht që fëmijët janë më ndryshe në shtëpi edhe në ekran janë më ndryshe, po faktën me rëndësi që ka ardhë me të përkra. 2 minuta i vynë edhe
Si rrotullar, këtu po. Dafine dashurore në dyqysh, okej, të shoh përballë, të shoh duke bo intervista, por nuk mujë të para mendu pa këndu. Do me thonë, pa kap mikrofonin dhe me këndu live. Kështu që të t'ishte kënaqësi shumë e veçantë që për fund të bisedës me shiju një performancë live nga Dafina edhe